Përshëndetje miq të televizionit ton TV2, jemi sonte këtu në hapësirat e Intermes Club për të festuar formimin e 3 vjetorit të grupit Dale and Band, tani i njohur për të gjithë ne. Unë tani për momentin jam pranë DJ Kronik, i cili sonte do na shoqëroj me muzikë. Xhelal, me çfarë muzike do të na shoqëroni sonte? Po, si që kërkon populli se jemi vendi, ashtu muzikë komerciale tjerë, të gjithë që e kanë merak. Që sa vite jeni aktiv në skenë dhe ku më shumë jeni më aktiv? Po si DJ jam gati se ka 4 vite, kurse profesional, që i profesionalizuar në punë jam gati se 2 vite. Aktiv jam më shumë në qytetin tim, Gosivar, por edhe Tetov, Shkup, Dibër, vendet ku ka shqiptar më shumë. Këtu pranë meje kam antarin e grupit Hajdar Hajdari, i cili do të na veçojë disa momente mbretëslënëse të karrierës së tyre të grupit. Përshëndetje Hajdar. Përshëndetje. Sonte festoni 3 vjetorin e formimit të grupit. Çka konkretisht na tregoni për grupin tuaj? Po, është e vërtet, sonte festojmë 3 vjetorin e grupit. Në fakt nuk është kjo si 3 vjetor që ne merrena me muzikë, do me thënë unë vetë mire më shumë me muzikë, çdo antar merret me muzikë, por bashk funksionojmë gati 3 vite. Për sukseset unë më shumë bazohem, sukses e quaj aktivitetin gjatë mbrëmjeve si që është mbrëmja e sonte, dhe nëse marrim si bazë aktivitetet në për mbrëmje, mendoj se për 3 vite kemi një sukses sa do ku do të dëshiruar. Sonte ne si grup festojmë 3 vjetorin, dhe arsyeja e vetme që ne festojmë 3 vjetorin jeni ju. Faleminderit shumë. Hajdar, me çfarë surprize do t'i shoqëroni sonte mysafirit të cilët i keni ftuar? Po sonte, në fakt në fillim kena përgatit një si autobiografi të grupit për këto 3 vite, çfarë kemi punu, çfarë s'kemi punu. Nuk do të jetë një autobiografi monotone, por do të shoqërohet edhe me këngë, që të mos jetë shumë monotone. Gjithashtu, sonte, edhe pse ne herave tjera mundohemi që maksimum t'i përkushtohemi që publiku të argëtohet, sonte do t'japim 200%, jo 100%, dhe do të plotësojmë sipas mundësisë çdo dëshirë që do të ketë publiku sonte. Atëherë, ne kemi përgatit si farë autobiografie, po nuk do bëhemi monoton, se dhe përcjellim me muzikë. Që njoftoj edhe njëherë me pjesëtarët e grupit. Vigan Hajdari, bas dhe harmoni gjithashtu edhe kompozitor. Korap Hajdari, ritmi i vendi, faleminderit shumë. Ashtardis Ismaili, gjithashtu edhe kompozitori gjitha këngëve tona. Faleminderit. Besfort Hajdari. Deri më tani keni bërë disa këngë dhe 4 videoklipe. Na thoni diçka rreth bashkëpunëtorëve që ju ngjitën në këtë shkallë të suksesit, kush u shkruante tekstet e kështu me radhë? Po, bashkëpunëtorët e këngëve dhe videoklipeve tona kanë qenë, pra për muzikën e shkujdes Adis Ismaili, normal me ndihmën e bendit. Për tekstet jam kujdesur më shumë vetë, ndërsa për videoklipe kemi bashkëpunu me produksionin Fabrika, më shumë. stil të veçantë të këngëve. Na thoni sa të njëjtat pëlqejnë nga ana e publikut, duke marrë parasysh se si në këngë ashtu edhe në klipe ka një dozë të hollë të humor.
Po, është e vërtet, sepse vetë ne si pjesëtar të bendit, natyrën e kemi pak humoristike, por e kemi këtë stil sepse mendoj se publiku jonë situatat reale, se në fakt këngët tona kanë të bëjnë pak me realitetin, mirë po janë të prezentuara me pak dos humori, si shta edhe vetë, dhe mendoj se kjo është më e kapshme për publikun tonë, sepse publiku jonë i kap gjerat më letë kur ka humor brend. Hajdar, kush janë planet e juaja për të ardhmen dhe a mund të presim ndonjë këngë të re konkretisht? Çka ju premtoni ju fansave tuaja, sidomos kur jemi në prag të Stinës së Verës? Po, tash jam në fazën përfundimtare të një balade, që besoj brenda 2 javë do t'jetë gati. Kjo është më e reja dhe pas kësaj do të përgatisim bashkë me Adisin një këngë verore, që do t'jetë pak më zbavice, dhe me këto do t'jenë 2 surprizat e radhës për publikun tonë. Hajdar, ju është e kënaqësi për ne që ju shoqërojmë në momente të këtilla. Ne tani do t'ju lëmë që t'ju bashkangjiteni festës, duke ju uruar suksese të reja për periudhën që vjen. Faleminderit shumë, gjithashtu kënaqësia ishte edhe e imja dhe e jona që ju na përkrahni në këto evenimente dhe gjatë karrierës tonë keni qenë pjesë që na keni mbështetur gjithmonë.